përgatet edhe pjesa tjetër, ndërkohë, çfarë kemi këtu? Unë kam edhe sallatën me kastravec, por bëjmë salcën të parën. Këtu do t'japun që të bëjmë dresingun, tek ajo tajtasi vogël që e ke aty. I përzihem mirë fillimisht të gjithë përbërësit e salcës shoqëruese të bishtave. Pra shtojmë sojën. Mjaltin. Ka më shumë sojë dhe më pak mjalt. Dhe lëngu i limonit. Gjysmën apo të gjithën të ashtë këtë? Të gjithën. Një do t'ja largoj ato. Tani? Bëhet një shije midis të kripurës, që është soja. Po. Pak këtë ëmbël që ka mjalti. Dhe paka shumë, më duhet edhe mua e njëjta gjë. Pra, për salcën për dresingun e sallatës që unë do përdor, shtoj soja. Soja ka vetë krip, dhe nëse soja është tepër më shumë e koncentruar, pra me trash, është 50 me 50, kripa, pak sheqer, piper, shtoj, unë këtu kam uthull shege, sepse është e duhura. Të kjo tani duhet të razohet mirë prapet. Ja, edhe këtë limonin të lutem, këtu. Dale një sekund të marrë edhe një thik. Dhe. Vetëm, dhe më të nga perimet, vetëm kastraveca ka receta. Mos tani që janë dhe në sezon, na hidratojnë. Ky që lloji më i mirë si limon nuk pas ka fare. Prihet sallata në kubik të vegjël. Normalisht lahet mirë. Opa. Mund të shtoni mjalt, sepse është një stabilizues shumë i mirë. Lëviz edhe taljera. Një sallat me kastraveca po përgatisim. Shohim kryesisht pjesën që do t'i japi shije sallatës. Susam. Para përzierje susami. Sikur se kam edhe bimët aromatike që unë i kam prerë. I ke aty? Kam këtu. Ja. Ja, këtu. Majdanos. Me pjesën edhe të patjetër, imë të kërcelit. Mund të shtojmë arra, lajthi, kasius, që është zëvendësuesi më i mirë i mishit, ma sërisht. Ja. Të dolën dhe me pamje shumë të bukur, të bishtat spinaqi, si shtam me gjethe, gjithçka, zhytura në brumë të përgatitur vetë. Ndërkohë, tani besoj se është plotësuar kryeza jonë, do të sjellim edhe tavën, këtë do ta përdorim kur ti konsumojmë. Edhe limonat këtu. Sallata me kastravec, me gjithë salcën që u përgatit, është një nga sallatat më të thjeshta, më freskuse, hidratuse të këtyre ditëve, kështu që përdoren edhe në ujë kastravecin, ka shumë mundësi që t'ju hidratoj. Dhe në drek kemi tavën. Pra mëngjes drek, dark është në
në tryezën tonë. Një ditë e plotë. Tava duket shumë e mira për t'i lëngjet, ngjyra e specit po ashtu mbizotëron. Ja, vendosim edhe salcën shoqëruese të spinaqit në brum. Po të dua me vendosim këtu, ku të mundemi ne, sepse shkon. Shkon dhe tek qepët. Po. Qepët e mbushura. Lumshin duart. Kjo është tryeza jon për sot. Recetat të ndara veç e veç se cilën, me mënyrën e përgatitjes do ta gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube Rezetili, po ashtu dhe në rrjetet tona sociale. Shihemi nesër me të tjera receta të lumshin duart për sot. Faleminderit. Ndërkohë do t'jemi pas pak në rrezen ton, pas fleshit informativ. Ju pres.